Absolutisht. Do doja të kisha edhe Arif Nogun, që është një nga banorët që gjithashtu preket nga projekti, edhe pse projekt nuk ka, po banorët e di që preken. Mirëmëngjes zoti Nogu. Mirëmëngjes. Do doja ta filloja në fakt me çfarë pritet të ndodhë sot dhe çfarë ndodhi të premte. Ose vini ato ju, aty ato se interferon. Protestat do të jetë vazhdime asaj parës. Vile pak më atrarurin. Do të mobilizoni më shumë, po thone? Më shumë patjetër. A e prisni pas disa takimeve, prisni që t'ishte kjo sjellja e qeverisë dhe e pushtetit ndaj jush? Ata minimumi që do të bënin, do të dinin tek ne na sqaronin. E para fare këtu nuk ka rrugë të re, këtu ka zgjerim rrugë. Çfarë do zgjerimi rrugës në mes të fshatit? Mes të lagjes. Po kjo nuk e di se çfarë politika është. Ata thanë që nuk ka rrugë të re. Për na marrë ujërat, për t'i bërë, sepse ka pasur rezistencë për hidrocentrale që do të bëhen këtu në fshat, e ka pasur rezistenca tjera, edhe du nda heqin e si lagjen këtu, se kjo ka qenë, kjo është kokë e komunës. Edhe po na shkatruan e këtu, vazhdon shkatrimi gjithë fshatit këtu, gjithë komunës biles. Prandaj ne jemi kaq të irrituar, jemi asnjë lloj njoftimi që do ta kishin njoftuar, kemi do të prishesh shtëpia, do kesh këtë të kompensim. Të kompensim. Ata s'ta kanë thonë asnjë gjë fare. Na ka pru fadroma nga krahu i majt dhe nga krahu i djathtë, vazhdojnë gërbimet, edhe ne rrim hapim sy tani kur do ditë na hedhin gazin losjellës. Vetëm këtë presim. Padim na njoftoi një herë ministri do vi tu takoj, tu them, e pritëm, na mashtroi gjysmë ditë e pritëm aty në diell, nuk erdhi. Tani sjellja është kjo ndaj komunitetit. Këtë e kemi ngritur zorin, ne s'kemi kundër rrugës, rrugat bëhen, ka tunel, të shkojnë Buzë e Lumit, le ta den me këmba, është Buzë e Lumit, sa gjatë gjorë, si do pikën mes fshatit. Ne s'kemi një projekte madh mes Tiranës oti që nuk e nga vete. Këtu ka shumë zgjidhje. Po na kushton tuneli, thonë. Pash shumë të rinj në protestë, zoti Nogu. Por janë edhe trisë u përken shtëpit, ka edhe fëmijë ka që vinë në protestë aty, sepse do i gjeni për jashtë nesër. Që do thotë kjo? Do thotë, fëmijë do tjera të se janë fëmijët e mi, janë fëmijët e atij tjetrit, janë... Po si s'ka të ri? Janë tri se janë shkollë gjithë. E kuptoj. Si ndiheni ju sot? Ma të terrorizuar nuk kam, po të shikosh fshati, edhe u prekin shtëpi dhe kanë frikore, kaq terror mbyllet nga qeveria. Kanë frikë të dalin të japin intervistë. Jo e keni vetë, kemi kaq ditë që marrim telefon, nuk gjen njëri të flas. Ai kupton çfarë presioni bëhet nga andej. E kuptoj. Edhe ju falenderoj edhe për integritetin personal që dolët edhe folët për ne, ju uroj gjithë mirat zoti Nogu. Faleminderit. Faleminderit. Për të rikthyer këtu në studio me zotin Alliu. Kurioziteti është i shumë, pyetjet janë të shumta. Ilirian